e ke vënë re sa herë që dikush gabon, thuhet automatikisht më fal. Por, është kjo fjala e dur, shumica e njerëzve në fakt e thon pa e menduar mirë, disa për të shpëtuar nga situata, disa për të mbyllur temën, por disa sepse kështu duhet thënë. Por kur ke lënduar dikë, i ke marrë atij ose asaj diçka që nuk kthehet lehet kollaj. I ke marrë besimin, sigurinë, respektin, dhe sikur kjo të mos mjaftonte, i kërkon edhe që të fal, sikur ta ka për borxh. Dhe këtu është e vërteta në fakt që nuk na kanë mësuar. Falja është dhuratë, nuk e ka kush për detyrë të falë, dhe nuk e merr me zor, as nga Zoti dhe as nga njeriu. Pjesa jote është pranosh gabimin pa justifikime dhe e mbyll me një më vjen keq, sinqerisht, nëse e ke me të vërtetë. Dhe pastaj hesht. Pendesa është përgjegjësia jote, falja është zgjedhja e tjetrit. Shikoj pak këtë. Kur dikush të lëndon ty, a e shef faljen si detyrim apo si dhuratë? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft.